Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Shpëtoni një herë mirë, ja si të forconi kockat dhe nyjet vetëm duke konsumuar këto ushqime. Jo vetëm që ju ndihmojnë në të lëvizni dhe të qëndroni në këmbë, kockat gjithashtu ndihmojnë në mbrojtjen e organeve të brendshme delikate dhe ju furnizojnë me minerale kyçësi, kalcium dhe fosfor. Ekspertët thonë se ajo qam dhe aktiviteti fizik bëjnë që, gjatë viteve të kemi ndikime në shëndetin e kockave. Sipas Bright Side, në këtë video do të rendisim disa nga ushqimet më të mira, të cilat duhet i përfshini me patjetër në dietën tuaj për të ndihmuar në një forcë më të mirë të tyre. Produktet e qumshtit. Produktet e qumshtit janë të pasur me kalcium, i cili kontribon në strukturën e kockave. Qumshti me pak yndyrë dhe kos janë burime të shkëlqyera të kalciumit. Mjekët deklarojnë se ushqime të tilla janë të pasur me vitamina të tretshme në yndyra, përkatësisht vitaminën A dhe D. Frutat arrore. Frutat arrore përmbajnë pak më pak kalcium, por ofrojnë 2 lëndë ushqyese të tjera thelbësore për shëndetin e kockave, përkatësisht magnezin dhe fosforin. Magnezi ju ndihmon në thithjen dhe mban kalciumin në kockat tuaja. Fosfori është një komponent kyç i kockave sepse afërsisht 85% e fosforit në organizëm mund të gjendet në kocka dhe në dhëmbë. Frutat dhe farat kanë vlera ushqyese të ngjashme me arrat. Farat ju sigurojnë kalcium, magnez dhe fosfor, si dhe përmbajnë fibër dhe acide yndyrore omega 3, të cilat përmbajnë acide yndyrore të pangopura që zvogëlojnë kolesterolin, inflamacionin dhe ruajnë funksionin e qetë të trurit dhe sistemin tuaj nervor. Perimet me gjethe jeshile. Perimet me gjethe jeshile ofrojnë disa lëndë ushqyese që mbështesin shëndetin e kockave, të tilla si vitamina K dhe kalciumi. Mjekët thonë se vitamina K funksionon së bashku me kalciumin dhe mungesa e saj shoqërohet me osteoporozë dhe fraktura. Perimet me gjethe jeshile përfshijnë rukolan, spinaqin, lakrën dhe brokolin. Bizelet. Të gjitha llojet e fasuleve ofrojnë një dozë bujare të lëndëve ushqyese për ndërtimin e kockave si magnezi, kalciumi dhe fosfori. Përveç kësaj, fasulet janë jashtëzakonisht të larta me fibra dhe proteina, të cilat janë veçanërisht të dobishme për ato që ndjekin një dietë me bazë bimore. Peshku. Peshqit, veçanërisht speciet yndyrore si salmoni dhe toni, kanë në sasi të konsiderueshme të vitaminës D, e cila është thelbësore për shëndetin e kockave. Vitamina D është e tretshme në yndyrë dhe luan një rol kyç edhe në rritjen e kockave dhe në forcimin e tyre. Prandaj, nëse doni masa më të mira të kockave, duhet të këshilloheni edhe me një produkt më të mirë ushqyes. Kosi. Shumë njerëz e marrin vitaminën D nga ekspozimi në diell, megjithatë edhe disa ushqime të caktuara si kosi janë të pasur me këtë vitaminë. Një filxhan me kos mund të marrë rreth 20% të vitaminës D të rekomanduar çdo ditë dhe 30% të kalciumit, që janë 2 minerale shumë të rëndësishme për shëndetin e kockave. Djathi i qumshtit gjithashtu duhet të përfshihet në dietën tuaj për të marrë këto elemente ushqyes. Edhe sardelet janë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin. Këta peshq të vegjël kanë nivele të larta të vitaminës D, ashtu dhe të kalciumit, 2 minerale kryesore për shëndetin më të mirë të kockave. Vezët. Edhe pse vezët përmbajnë 6% të sasive të rekomanduara ditore për vitaminën D, janë një mënyrë e lehtë dhe e shpejtë për të marrë në dietën tuaj, që mund të sjellin përfitime të mira ushqyese. Salmoni. Salmoni njihet për përmbajtjen e lartë të acideve yndyrore omega 3. Lëndë ushqyese këto shumë të rëndësishme për zemrën, megjithatë 3 racione salmon përmbajnë më shumë se 100% të sasive të vitaminës D të rekomanduara çdo ditë. Prandaj konsumoni sa më shumë salmon për zemrën dhe për kockat tuaja. Spinaqi. Nëse nuk ju pëlqen bulmeti, spinaqi mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të marrë kalciumin. Një kup me spinaq të gatuar përmban pothuajse 25% të sasive të kalciumit të rekomanduar çdo ditë, plus fibër, hekur dhe vitaminën A. Peshku ton. Tuna ose peshku ton është një peshk yndyrshëm dhe gjithashtu një burim i mirë i vitaminës D. 85 gram peshk ton përmban 154 njësi ose rreth 39% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës D. Një vitaminë kjo është shumë e rëndësishme për shëndetin më të mirë të kockave. Prandaj, nëse doni të keni një
Forcë të mirë të tyre duhet të bazoheni te produkte sa më natyrale, të cilët do të ndikojnë edhe në përmirësimin më të mirë të nyjeve tuaja. Vezët. Vezët nuk janë vetëm të mira për mëngjes, ato janë një burim i shkëlqyer i vitaminës D dhe K. Vitamina D, siç u përmend më herët, është thelbësore në përthithjen e kalciumit, ndërsa vitamina K ndihmon në forcimin e kockave dhe parandalimin e osteoporozës. Një vezë në ditë mund të sigurojë disa lëndë ushqyese thelbësore, veçanërisht nëse gatuhet me të verdhat e saj. Bajamet. Bajamet janë të pasur me kalcium dhe me vitaminën E, e cila ndihmon në forcimin e shëndetit të kockave. Spinaqi. Spinaqi është i pasur me vitaminën K, e cila është domosdoshme për ruajtjen e shëndetit të kockave. Ndihmon në forcimin e kockave, parandalimin e humbjes së tyre. Ajo gjithashtu përmban magnez dhe kalcium, të cilat kombinohen për të mbështetur strukturën e kockave. Sardelet. Sardelet janë të pasur me kalcium, vitaminë D dhe kanë një rritje të shtuar në acidet yndyrore omega 3, të cilat janë të dobishme në shëndetin e kockave. Produktet e qumshtit. Qumshti, kosi, djathi janë ushqime shumë të pasur me kalcium, i cili është një material kryesor ndërtues i kockave. Përveç kalciumit, produktet e qumshtit përmbajnë vitaminën D, e cila ndihmon në absorbimin e kalciumit, një element shumë i rëndësishëm për të forcuar kështu edhe shëndetin tuaj. Gjalpik i kerikut. I shkëlqyer kur dëshironi një recetë të shëndetshme dhe nuk keni kohë për të përgatitur një vak të madh. Mund të përdoret në kombinim me mollën për të rritur përfitimet në shëndetin e nyjeve. Gjithashtu mishi pa dhjam, pra mishi që përmban një sasi të vogël yndyre, siç është mishi i pulës dhe mishi i kuj, që mund të jenë burime të mira të proteinave dhe elementëve ushqyes, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj të kockave. Mos harroni se produkte të tilla ushqyese duhet të jenë pjesë e pandare dietave tuaja. Në kombinim me ushtrime të duhura dhe me një balancim më të mirë të shëndetit, do të arrini të mbroni shëndetin e nyjeve. Për të mbrojtur kockat tuaja duhet të shtoni ushqime të pasur me kalcium, vitaminë D, e cila ndihmon trupin të absorbojë kalciumin. Vitamina C, e cila është përgjegjëse për sintezën e kolagjenit dhe fosforit. Ndërsa plakeni është e rëndësishme të mbani parasysh të gjitha ndryshimet të rëndësishme që po ndodhin në trupin tuaj dhe të rregulloni dietën tuaj në përputhje me rrethanat. Një nga këto ndryshime lidhet me shëndetin e kockave. Ndërsa njerëzit rriten, aty natyrisht fillojnë të humbasin masën dhe dëndësinë e kockave më shpejt se sa mund të formohen indet e reja, që do të thotë se kockat mund të bëhen të brishta dhe të prirura për t'u thyer. Kjo është veçanërisht e vërtet për gratë pas menopauze. Sipas Elizabeth Ward, gratë humbasin inde kockore me një ritëm më të shpejtë gjatë 5 viteve të para pas menopauze, për shkak të rënies së niveleve të estrogjenit, i cili mbron nga sëmundjet e kockave. Fakti është se kockat tuaja gjithashtu fillojnë të humbasin kalcium dhe minerale të tjera thelbësore me kalimin e viteve. Për fat të mirë, një dietë e ekuilibruar mirë mund të ndihmojë në këtë aspekt. Duke konsumuar ushqime që janë të pasur me kalcium dhe vitamina minerale që forcojnë kockat, mund të reduktoni rrezikun e humbjes së masës kockore dhe gjithashtu rreziqet që vijnë me të. Shëndeti i dobët i kockave mund të çojë në probleme të tilla si rakitizëm, osteoporozë, si dhe një shans në rritje për të thyer kockat më vonë në jetën tuaj me kalimin e viteve, citon Sally Stevens. Kosi, qumshti dhe djathi janë të pasur me kalcium dhe janë të mira për shëndetin e kockave. Megjithatë, ka shumë ushqime të tjera të cilat i renditëm më herët, veçanërisht nëse jeni vegetarian, që mund të shtohen në dietën tuaj. Edhe farat e kungullit mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë shëndetësore për shëndetin tuaj të nyjeve, dhe përfshirja e tyre në dietën tuaj të përgjithshme do t'ju furnizojë me minerale të duhura për një shëndet të mirë të kockave dhe të parandaloni gjithashtu komplikacionet e tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.